Cilat I konsideroni arritjet tuaja kryesore gjatë vitit 2025 që nga marrja e mandatit si deputet I Sarandës? Roli deputetit është që të jetë në vijimësi pranë qytetarëve dhe të përcjelli problematikat të cilat hasen në zonë, të përcjelli në parlamentin shqiptar dhe të tentoj që t'i rregulloj këto gjëra. Kështu që ne kemi pasur një vit të vështirë, një vit I cili nisi, le themi, pas zgjedhjeve nisi me zjarret, të cilat mbuluan një pjesë të madhe të territorit të pelgut të gjerë Sarandës, qoftë kjo në Delvin, qoftë në Bregdet, qoftë në Finiq dhe në Konispol. Pastaj patëm përmbytje që ishte një fatkeqësi e dy natyrore e cila e ngarkoi me problematik zonën tonë, qoftë tu në Sarandë, në veçanërisht në Çuk edhe në Berdenesh, por po ashtu edhe në Delvin dhe në zona tjera sepse janë të ndërlidhura, problemet klimatike të tilla janë tashmë dhe do të jenë edhe më shumë në vite në vijim. Kështu që ajo që është e rëndësishme është që u përballua pa dëme njerëzore, në ndryshim fatkeqësisht me disa vende të tjera të vendit, u arrit që të mundet që të ketë dëmshpërblim për shtëpitë e dëmtuara, për bagtitë dhe për bletarit që të shpërndahen në fillim të vitit të ardhshëm. Lobuam në parlament dhe ja dolëm që të ndryshoj komplet sistemi financimit përsa I përket emergjencave civile, dikur ndahej në bazë të numrit të banorëve praktikisht të buxhetit të bashkive, që do thotë që Tirana merrte sasi të mëdha të këtij financimi pavarësisht se nuk kishte rreziqe të mëdha nga emergjenca civile, nga ky buxhet ndryshon, bashkitë si Saranda, si Delvina, si Konispoli dhe si Finiqi që kanë riskun më të lartë do të marrin më shumë financim për emergjenca civile në mënyrë që të përgatiten për vitet në vijim. Dhe rrjedhimisht kjo është një gjë që ja dolëm pikërisht sepse ekziston kjo lidhja mes terrenit dhe parlamentit. Unë personalisht po ashtu kam tentuar që të jem në mënyrë të vijueshme dhe kam qenë në mënyrë të vijueshme qoftë në Sarandë, qoftë në Delvin, qoftë në Konispol, qoftë në Bregdet, në Himar, në Bashkinë e Himarës apo dhe në Vlorë, në mënyrë që të jem në mënyrë të vijueshme në kontakt me çdo qytetar që më ka kërkuar. Prej vitit të ardhshëm do të jetë hapur edhe zyra ime këtu në Sarandë, sigurisht edhe në Delvin dhe në Vlorë, në mënyrë që qytetarët kenë këtë kontaktin e drejt për drejt që deri tani e kam pasur sa herë kam zbritur poshtë apo e kam pasur me telefon që është I njëjti numër që kam pasur për herë. Në cilat çështje konkrete të zonës së Sarandës mendoni se keni patur një ndikim më të drejt për drejt gjatë këtij viti? Unë shpresoj që telefoni im është hapur 90% njerëzve që më kanë marrë, patjetër njeri jam edhe një pjesë e vogël mund të ketë shkitur. Ajo që besoj se është roli deputetit është kjo, të jetë në vazhdimsi pranë komunitetit në problematikat që ai has. Nuk dua t'i futem se cilat janë pikat, le themi, ato që unë kam dhënë më shumë tani për tani. Nuk dua sepse është shumë dimensional. Unë besoj se ky është roli i deputetit dhe dua që të bëj rolin e deputetit të Sarandës ashtu siç duhet. Pastaj se janë shtuar fondet e Bashkisë Delvin dhe Konispol falë ndërhyrjes së deputetit të zonës, se kemi pasur ndërhyrje të menjëhershme kur kanë qenë problematikat për rastet caktuara, qoftë me përmbytjet apo me zjarret, se kemi dalë që të bëjmë këtë ndryshimin rrënjësor të sistemit të financimit, të menaxhimit të emergjencave civile, se le themi kam përmendur atë që mua më dhimbte si Sarandit kjo. Sarandën edhe Delvinën dhe Konispolin në parlament, apo Çamërinë dhe Llabërinë në parlament që kisha shumë vite pa e dëgjuar, këto janë në gjykim të qytetarëve. Domethënë, ajo që unë besoj edhe shpresoj se e kam nisur me këmbë e mbar, është kjo, lidhja mes terrenit dhe parlamentit që në gjykimin tim Sarandës I ka munguar edhe që pres kritikat, nuk pres fjalët e mira, pres që bashkëqytetarët e mi të më nxisin ta bëjmë më shumë. Erdit, cilët mendoni se janë ata sektor të cilët kanë nevojë për vëmendje të menjëhershme për vitin që vjen?
Lajmi mirë është që vitin e ardhshëm nis rekonstruksioni i teatrit të Sarandës, sepse nuk është teatri si godin. Bashkia po financon në 2 vite ndërtimin e teatrit, po që do thot riaktivizimi jetës kulturore të Sarandës. Dhe nuk flas këtu për jetën kulturore të lidhur me turizmin, pra për atë jetë kulturore që Saranda e ka normalisht në mënyrë të vjueshme, por po flas për jetën kulturore që buron nga vetë qyteti. Mbaj mend kur kam qenë vetë në gjimnaz që aktivitetet cilat zhvilloheshin në teatr, qoftë me gjimnazistët, qoftë me grup moshat e tjera më të rritura, kanë qenë të vjueshme, që Saranda ka pasur një estrad shumë të mirë, që Saranda ka pasur një grup fëmijësh të cilët aktivizoheshin në mënyrë të vazhdueshme, dhe kjo i bën mirë rritjes cilësore të jetës në qytetin tonë. Dhe ky është një lajm shumë i mirë që besoj se tashmë pas një dekade gangren do të mundet që të riaktivizohet pas ribërjes së teatrit, do të mund të riaktivizohet jeta kulturore në Sarandë, që është një qytet në funditës që ne duhet të mos e harrojmë se është krijuar në bazë të dijes dhe të kulturës. Është qyteti i cili është ndërtuar rreth Konviktit, Çameria dhe Piero Palasit. Këto kanë qenë epicentrat fillestare të Sarandës, dhe si e tillë, si një qytet që ka pasur arsimin dhe kulturën në themelin e vet, ne nuk duhet që ta zhvendosim në një qytet vetëm turistik, se nuk është i tillë. Duhet i ketë të ndërturur atë dyja. Ky është një hap shumë i rëndësishëm që në buxhetin e ri të Bashkisë Sarandë është vendosur si prioritet dhe që zgjidh një gangren. Çfarë pritshmërish duhet të kenë qytetarët e Sarandës nga përfaqësimi juaj në parlament për vitin 2026? Jo vetëm nga përfaqësimi, po nga përfaqësimi i gjithë deputetëve të Qarkut të Vlorës dhe nga bashkitë e zonës, sepse kjo bëhet në mënyrë simbiotike, kjo bëhet si një sinergji. Unë besoj dhe shpresoj se ne do të mundet që në këtë mandat të qeverisës të mundet të japim drejtim problemit më të madh që ka gjithë pellgu ynë, po veçanërisht qyteti Sarandës dhe Ksamili, që kanë të bëjnë me ujin e pishëm. Shpresoj që t'ja dalim që brenda vitit 2026, siç po duken gjasat, të mundet të kemi në radhë parë projektin për ujin me rrjedhje të lirë nga Taxati, që është gangrena e kahershme e çdo vere që ne kemi në këtë qytet dhe e dimrit, po në verë sidomos kur popullsia shumë fishohet. Pastaj ndërhyrjet e mëdha që janë duke u bërë, siç është ajo për teatrin që ju thash, siç është ajo për rrugën e 6 dhe krijimin e një daljeje, hyrjeje të dytë nga qyteti përmes tunelit në Voloder, apo ndërhyrjet rikualifikuese që janë të planifikuara për gjatë këtij viti në gjitha lagjet e qytetit dhe në fshatrat që përbëjnë Bashkinë Sarandë edhe në Ksamil, njëjtë edhe në bashkitë e tjera të pellgut ton. Unë në fakt para pak isha në Janjar, ku për herë të parë në historinë e vet mundet të shkoje pa pasur nevojën e një xhipi të lartë, sepse është shtruar rruga. Ka nisur rruga për në Vergo, që për herë të parë do të ketë qendrën si qendër komune, qendrën e vet dhe rrugën hyrëse në standardet bashkohore. Vitin e ardhshëm do të nisim një pjesë, një segment të Taxatit dhe të Lefterohorit, në mënyrë që ne brenda këtij mandati të përfundojmë çfarëdo lloj nyjeje të mbetur në të gjithë pellgun e Sarandës. Besoj se janë ndërhyrje të qëndësishme. Problemet në Sarandë pastaj janë të shumta dhe që do duan kohën e vet. Unë besoj se ka vëmendje dhe duhet ketë edhe më shumë vëmendje për të zgjidhur problematikën e arsimit me shkollën e tretë që e ka të domosdoshme sot qyteti dhe që brenda këtij mandati 4 vjeçar unë jam i bindur se do të realizohet. Unë besoj se kam nevojë për më shumë investim për sa i përket sportit. Butrinti shpresoj që vitin e ardhshëm të jetë në kategorinë e parë, po edhe të mundet që diçka që e kemi nisur si tratativ nuk mundet ta them si premtim, sepse nuk është dorën as time as të deputetëve tjerë as bashkisë për të rregulluar sadopak stadiumin e qytetit. Ne kemi nevoja për sa i përket parkimit dhe rrugëve që janë duke u ndërhyrë në këto momente. Në turizëm Kanali Çukës që bëhet një gangren gjatë verës, po bëhet një investim i tillë dhe që
janë ndryshime cilësore për jetën në qytetin tonë. Por dua këtu t'i shtoj edhe një elementin identitar. Ne sarandiotët jemi një qytet që nuk ka ekzistuar, i përbër nga komunitetet të ndryshme. Megjithatë, kemi krijuar një identitet tonin të përbashkët, të cilin e duhet ta ruajmë dhe ta promovojmë, duke e theksuar edhe njerëz si një qytet që lindi bazuar mbi dijen dhe mbi kulturën, dhe duhet që këtë ta shpërfaqim, jo vetëm për veten tonë, por edhe për turistët. Dhe në këtë drejtim kam besim se ka shumë gjëra për të bërë edhe që mundet t'ju shtym përpara. Dhe urimi juaj për gjithë qytetarët për vitin e ri, cili do t'ishte? Një 2026 me sa më shumë shëndet, sepse ai ka rëndësi të tjera pastaj vend dhe vinë, kënaqësia, lumturia, ankesat, gërnjat janë pjesë e jetës dhe mos jetofshim pa të dy anët e medaljes, por shëndetin në rrethpar, shëndetin në familje dhe një hare sado e vogël në kohë natën e vitit të ri mes të gjitha afërme të zemrës. Gëzuar vitin 2026.